Mbrëma dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Antari lëvizjes vetëvendosje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Alban Krasniqi do të jetë pas pak me ne në studio për diskutuar lidhur me organizimin e zgjedhjeve nga ky institucion. Do të flasim në veçanti për dy mbledhjet e fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku sot në orët e pasdites KQZ-ja ka miratuar sloganin e këtyre zgjedhjeve dhe gjithashtu ka miratuar qendrat e votimit jashtë Kosovës, por që ka pasur polemika dhe përplasje mes antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me këtë pikë dhe në veçanti me procesin e votimit në diaspor. Për këtë çështje, sidomos për procesin e votimit në diaspor, i diskutojmë pas pak, por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Bashkimi Evropian thotë se Serbia po shkel obligimet nga dialogu me kundërshtimin e antarësimit të Kosovës në Interpol, por BE-ja nuk tregon se cilat do të jenë pasojat për Serbi. Përplasje mes antarëve të KQZ-s për qendrat e votimit jashtë Kosovës, ka lënë propozimit që votimi të bëhet edhe jashtë hapësirave të përfaqësive diplomatike. Dëmtohet një pjesë e kanalit të IBE Lepensit nga persona të panjohur. Dëmi sipas konkurresit arrin derën e 4.000 euro. Rusia mirëpret disa pjesë të planit të ri amerikan për paqe në Ukrainë. BE-ja thekson se çdo marrëveshje duhet ta respektojë sovranitetin e Ukrainës. Bashkimi Evropian ka vlerësuar se Serbia po i shkel obligimet nga marrëveshja për normalizimin e raporteve me Kosovën, pasi ministri serb i brendshëm Ivica Dačić ka lavdruar kundërshtimin e antarësimit të Kosovës në Interpol. BE-ja thekson se marrëveshja vitit 2023 obligon Serbinë të mos pengojë Kosovën në organizata ndërkombëtare dhe se implementimi i saj mbetet kusht për integrimin e të dyja vendeve në BE, si dhe për përfitimet nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Zëdhënës i BE-s ka thënë për kohën se Serbia është në shkelje të marrëveshjes së Ohrit në Eni 4 duke kundërshtuar antarësimin e Kosovës në Interpol. Megjithatë, BE-ja ende nuk ka saktuar se cilat do të jenë pasojat për Serbinë për një sjellje të tillë që vetë ky institucion e konsideron shkelje. Serbia ka marrë pagesën e parë nga paketa e rritjes në formën e parafinancimit, ndërsa Kosova nuk ka përfituar ende për shkak të mos ratifikimit të marrëveshjes së kredisë me Bashkimin Evropian. Mbledhja sot me KQZ-s është përshkruar me diskutime e përplasje mes antarëve të KQZ-s, kësaj radhe për qendrat e votimit jashtë Kosovës. Derisa PDK-ja ka kërkuar që votimi të mbahet në përfaqësi diplomatike, vetëvendosja ka kërkuar që votimi të mbahet edhe në hapësira të tjera. Në këtë mbledhje propozimi ishte për miratimin e 50 qendrave të votimit për t'u hapur në diaspor. Së pari konsideroi të patrajtuar në mënyrë të duhur edhe nga kryesuesi në këtë çështje, që me tendencë të qartë i ndau. Kemi të bëjmë me qendra të votimit që janë në përfaqësi diplomatike apo zyra në vende të ndryshme të botës, është shprehur antari i KQZ-s nga lëvizja vetëvendosja Alban Krasniqi. Erjani Telshani, antari i PDK-s brenda KQZ-s, ka thënë se ligji e cakton qartë që KQZ-ja kërkon nga MPJ-ja numrin e përfaqësive diplomatike të cilat janë të gatshme si objekte. Një ndërhyrje flagrante e MPJ-s në këtë proces synon të hap qendra jashtë vullnetit të këtij institucioni. Nuk e dia në përvenda klube të cilat nuk e dim se ku janë. Ky institucion nuk mund të hap qendra jashtë përfaqësive diplomatike se bën shkelje të ligjit për zgjedhje dhe për fat të keq, sekretariati po hyn në matematika që nuk e ka takuar, ka thënë Elshani. Edhe antari tjetër i vetëvendosjes në KQZ, Samir Kurteshi, ka thënë se ka një tendencë hapur për ta penguar mërgatën për të votuar dhe këtë sipas tij po e bën hapur përfaqësuesi i PDK-s. Ndërsa kryesuesi i KQZ-s, Kresnik Radonishi, ka ngritur shqetësime lidhur me dërgimin me kohë të materialit zgjedhor në të gjitha ambasadat. Ne do tentojmë, por do të jetë e pamundur. Kemi një kohë shumë të shkurtër për ta organizuar këtë proces në diaspor. Është rrezik, ka thënë ai. Në fund, antarët e KQZ-s kanë votuar listën e qendrave të votimit me hapësira shtesë. Në fund të mbledhjes, KSG-ja gjithashtu mori vendim për miratimin e sloganit të zgjedhjeve të parakohshme për kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 28 dhjetor. Slogani i fushatës informuese është Kosova voton. E nga sot ka nisur periudha 11 ditore aplikimit për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës në kuadër të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që do të mbahen më 28 dhjetor. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Ezelici ka për të ditur se platforma elektronike për regjistrim do të hapet pas mbledhjes së KQZ-s. Votimi në përfaqësi diplomatike organizohet më 27 dhjetor. E votimi përmes postës do të fillojë më 12 dhjetor e do të përfundojë më 27 dhjetor.
Antari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armen Zemaj, e ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje për përpjekje për ndikim politik e ushtrim presioni për procesin e votimit të mërgatës. Sipas tij, secili qytetar në diasporë duhet i mundsohet e drejta për të votuar. Në këtë ditë jemi dëshmitar të përpjekjeve për të ushtruar presion dhe ndikim politik mbi procesin e votimit të mërgatës, duke u përpjekur që të pengohet miratimi i buxhetit të domosdoshëm për administrimin e këtij procesi, është shprehur Zemaj në një konferencë për media të mbajtur të mërkurën. Ai ka bërthirrje vetëvendosjes, siç ka thënë, të shndrojë larg çdo tentative për ndërhyrjen në këtë proces. Të votës të çdo qytetari kudo që jeton dhe vepron jashtë Republikës sonë. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera. Një pjesë e kanalit të Iber Lepencit është dëmtuar nga persona të panjohur deri më tani për policinë. Sipas policisë, persona të panjohur me mjete të panjohura dyshohet se mes datës 22 dhe 25 nëntor kanë dëmtuar bypassin e kanalit të Iber Lepencit. Derisa policia rastin e ka cilësuar si asgjësim apo dëmtim i pronës, hetimet sipas policisë po vazhdojnë për identifikimin e autorëve dhe sqarimin e motiveve të incidentit. E shefi operativës rajonale për Mitrovicën e Veriut, Petri Fejza, ka njoftuar për kohën se dëmi sipas punëkryesit arrin vlerën e 4.000 eurove. Kujtojmë se kanali Iber Lepencit ishte sulmuar edhe më 29 nëntor të vitit të kaluar. Sipas policisë, sulmi ishte kryer me lëndë shpërthyese deri në 20 kg. Edhe një vit pas shpërthimit të Iber Lepencit, dhjetra persona janë arrestuar, por vetëm 2 janë në paraburgim lidhur me sulmin. Partia Demokratike e Kosovës e ka zyrtarizuar të mërkurën koalicionin me Eman Rahmanin që në zgjedhjet e kaluara i priu listës për familjen. Në një konferencë për media, Hamza ka thënë se bëhet fjalë për marrëveshje që ka synim ndryshimin e gjendjes në Kosovë. Gjatë ditës së sotme edhe hematologu Adratik Berisha i është bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari PDK-s Bedri Hamza cilësoi Berishën si person me ekspertizë për kushtim, humanizëm e vlera adetare, ndërsa inxhinieri i teknologjisë Ermal Sadiku i është bashkuar LDK-s. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku e ka prezantuar Sadikun si njëri prej emrave më të shuar të industrisë, inovacionit e sipërmarrjes teknologjike në Kosovë. Transportuesit urban kanë vazhduar protestën për ditën e tretë me radhë. Në rrugët e kryeqytetit janë parkuar autobuset e transportuesve të trafikut urban, por edhe të linjave private që qarkullojnë në Prishtinë duke shkaktuar kolona të gjata. Përfaqësuesi i punëtorëve të trafikut urban Ilmi Gashi ka thënë se shpresën e kanë të mbledhja e jashtëzakonshme Kuvendit Komunal të Prishtinës që është thirrur për të njëjtën. Ai nga objekti komunës së Prishtinës ku janë mbledhur transportuesit ka thënë se përmes protestës kërkojnë pagën e tyre që është e drejtë elementare. Nga hëna kryeqyteti nuk ka qarkullim të autobusëve e kjo u bë, siç kanë thënë, për shkak të mungesës së pagesës dhe karburanteve. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim dënues ndaj Sasha Mirkovićit, ish nënkryetari i Kllokotit, duke dënuar me 1 vit burgim lidhur me akuzën për cenim të përcaktimit të lirë të votuesve. Aktgjykimi ndaj Mirkovićit u shpall të mërkurën nga kryetari i trupit gjykues, Lutfi Shala. Ndaj Mirkovićit gjykata ka shqiptuar edhe dënimin plotësues, ndalimi i ushtrimit të funksionit në administratë publike ose në shërbim publik në kozgjatje prej 2 vjetësh. Sipas aktakuzës ngritur më 14 shkurt të vitit 2023 nga Prokuroria Speciale, Sasha Mirković akuzoi se në periudhën kohore janar-shkurt të vitit 2021 në territorin e komunës së Kllokotit në cilësinë e nënkryetarit të komunës në bashkëkryerje me të dënuarin Božidar Dejanović dhe persona të tjerë ka përdorur kanosje serioze ndaj qytetarëve të nacionalitetit serb me qëllim të ndikimit në vullnetin e tyre zgjedhor gjatë periudhës kohore para dhe gjatë zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme parlamentare të mbajtura në shkurtin e vitit 2021. Tani shkoa për lajmin kryesor të botës dhe rikthehemi në studio me intervistën.
Rusia ka parë kopjen e fundit të një drafti të planit amerikan për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë dhe i sheh disa prej pikave të tij pozitivisht, por dëshiron një diskutim për pjesët e tjera, ka njoftuar Kremlini zyrtar të mërkurën. Në komentet për televizionin shtetëror rus, këshilltari i Putinit Yuri Ushakov ka thënë se drafti i ri kërkon analizë vërtet serioze dhe si Rusia ende nuk e kishte diskutuar atë me askënd. Dokumenti kërkon me të vërtet një analizë serioze dhe një diskutim të mirëfillt. Disa pika në plan mund të shihen pozitivisht, por shumë të tjera kërkojnë një diskutim të veçantë mes ekspertëve. E plani me ndryshime nuk është publikuar ende. Lider të Bashkimit Evropian kanë theksuar se bisedimet e paqes mes Ukrainës dhe Rusisë duhet të udhhiqen nga disa parime të qarta. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen theksoi se Ukraina nuk duhet të detyrohet të jap territor apo të kufizojë ushtrinë e saj. Sipas saj, këto gjëra do të dëmtonin pavarësinë e Ukrainës dhe sigurinë e Evropës. Duhet të jemi të qartë se nuk mund të ketë ndarje të një anshme të një shteti sovran evropian dhe se kufit nuk mund të ndryshohen me forcë. Nëse sot e pranojmë dhe e legjitimojmë shkeljen e kufive, hapim rrugën për më shumë luftra nesër dhe këtë nuk duhet ta lejojmë. Sovraniteti do të thotë edhe të kesh të drejtën të zgjedhësh të ardhmen tënde. Ukraina ka zgjedhur një të ardhme evropiane. Në përpjekje për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, i dërguari i Donald Trumpit Steve Witkoff do të zhvillojë bisedime me delegacionin rus në Kremlin javën e ardhshme. Të martën vonë, presidenti i SBA-s ka thënë se kishte ngarkuar Witkoffin të takohej me presidentin rus, ndërsa sekretarin e mbrojtjes të SBA-s Dan Driscoll do ta dërgonte në Ukrainë. Ata do të vazhdojnë bisedimet. Tani po bisedojmë me Rusinë. Steve Witkoff ndoshta mund të shkojë atje bashkë me Jared Kushner dhe besoj se javën e ardhshme do të takohem me presidentin Putin në Moskë. Plani origjinal i kritikuar gjërësisht në Evropë se u ka dhënë përparësi kërkesave të Moskës, parashite që Ukraina të tërhiqej nga rajoni i saj lindor i Donetskut dhe SBA-ja të njëjtë rajonet e Donetskut, Krimes dhe Luhanskut si territore ruse. Mirë po pas bisedimeve në Gjenev, Kijevi zyrtar pati njoftuar se kishte arritur një mirëkuptim me SBA-n dhe se të dyja palët kishin hequr dorë nga disa pikat me të cilat Kijevi nuk kishte dakord. Antari Komisioni Qendror të Zgjedhjeve nga Lëvizja Vendosja